Horoskopi ditor e hënë 27 tetor 2025. Dashi, marrëdhënia juaj me atë që keni në krah do filloj të përmirësohet gjatë kësaj dite. Do jepni shumë nga vetja, vetëm që partneri të ndihet sa më mirë. Beqarët do kenë takime të rëndësishme, të cilat mund t'ia ndryshojnë edhe jetën. Në planin financiar, Urani do ju këshillojë të tregoni sa më të matur me shpenzimet. Po ja dolet sot, gjendja do përmirësohet. Demi, do jeni më shprehës se kur sot në jetën tuaj në çift. Dhe partneri do ndihet më mirë në krahët tuaj. Ai do ketë vërtet nevojë për fjalë të ëmbla dhe për gjeste të ngrohta. Beqarët do bëjnë mirë mështurin projekte pa gjetur më parë personin e duhur. Për financat do jetë një ditë përgjithsisht e qëndrueshme. Yjet do i keni gjithmonë pas vetes. Binjakët, nëse jeni në një lidhje, duhet me patjetër të ruani vetë kontrollin. Në të kundërt do lindin edhe debate. Ju që jeni në kërkim të shpirtit binjak, duhet të bëni zgjedhje të kujdesshme. Disa mund t'ju ofrojnë edhe për interes. Financat nuk do jenë shumë të stabilizuara, kështu që ju duhet të tregoheni shumë të matur me shpenzimet e tepruara. Gjaforja, në jetën në çift do keni debate dhe zënka. Situata do jetë mjaft delikate dhe ju duhet ta keni kujdes me atë që do thoni. Një fjalë e gabuar mund t'ju çojë edhe në një ndarje. Nëse jeni vetëm, do takoni personin e ëndrave. Më në fund, financat do kenë nevojë për më shumë kujdes dhe një menaxhim më të mirë. Nëse shpenzoni pa menduar, do shkoni drejt katastrofës. Luani, jeta në çift nuk do jetë ajo që keni pritur. Puna do ju hajë shumë kohë dhe nuk do i kushtoni vëmendjen e duhur partnerit. Bëni kujdes, sepse ai nuk mund të durojë shumë. Beqarët nuk do kenë fat në dashuri, por kjo nuk do të thotë që do mërziten. Financat duhet të mësoni të menaxhoni me kujdes në mënyrë që të mos keni asnjë problem më vonë. Vëgjëresha, bëni kujdes me jetën sentimentale gjatë kësaj dite. Do ankoni ai shumë tek partneri juaj, saqë në një moment ai mund të mërzitet dhe mund të zhduket nga jeta juaj. Beqarët do kenë shumë mundësi për të takuar dashurinë, por duhet të tregohen të kujdesshëm. Me parat do keni shumë fat, por nga ana tjetër do keni edhe një dëshirë të shprenuar për të shpenzuar. Peshorja, jeta sentimentale do jetë e qetë, nuk do keni as probleme të mëdha, por as pasion nuk do të ketë. Lërja një çdo gjë kohës, po ta mendoni me kujdes, është më mirë kështu. Beqarët do kenë takime me persona të ndryshëm, por nuk do vendosin asgjë. Financat duhen pasur në vëmendje gjatë gjithë kohës. Çdo shpenzim duhet të kryhet i mirë menduar. Akrepi, marrëdhënia juaj me partnerin do jetë e mbushur me mirëkuptim dhe bashkëpunim gjatë kësaj dite. Priten edhe surpriza nga të dy palët. Nga ana tjetër, ata që janë vetëm do t'i japin fund veçarisë. Ai që do takoni do e përmirësojë jashtëzakonisht të përditshmën tuaj. Nuk do kufizoni dot vetëm për shpenzime dhe kjo do bëjë që financat të marrin tek tjetër. Shigjetari, klima për jetën tuaj në çift do jetë mjaft të kontraktuar sot. Bëni shumë kujdes me çdo gjë që do të thoni, nëse nuk doni të keni probleme të mëdha me partnerin. Beqarët do kenë takime pafund, por do jenë shumë dyshues me të gjithë personat. Në planin financiar, mos prisni ndihmë nga askush, por merrni sa më shpejt masa që ta stabilizoni situatën. Bërciapi, në jetën sentimentale të çifteve do mbizotërojë qetësia gjatë gjithë ditës. Në këtë mënyrë do keni më të lehtë të komunikoni me të. Beqarët nuk duhet të harxojnë energjinë e tyre, duhet kërkuar më kot personin e ëndrave, por duhet të kushtojnë më shumë kohë miqve. Financat do menaxhoni me shumë kujdes e maturi. Nuk pritet as problemi më i vogël në këtë plan. Ujori, në jetën në çift do keni shumë zënka gjatë kësaj dite dhe herë situata do bëhet e padurueshme. Vetëm duke folur me partnerin mund të zgjidhni gjithçka. Për beqarët, nuk do jetë një ditë shumë pozitive. Mundoni ta hiqni pak mendjen nga dashuria. Në financat do keni fat dhe do arrini ta përmirësoni jashtëmase gjendjen në të cilën ndodheshit. Peshqit, ditë e bukur dhe e mbushur me momente entuziazmuese kjo e sotme. Do kaloni çaste të paharruara, të cilat për shumë kohë do mbeten në mendje. Beqarët do kenë vetëm dëshirë të joshin dhe të flirtojnë. Në planin financiar do jeni shumë me fat, dhe jo vetëm që do shpenzoni ai sa doni, por do hiqni edhe disa para më njanë.